Gerta, të përshëndes, pa dyshim ashtu si në gjithë botën edhe besimtarët shqiptar luten që shpirti i papës të prehet në paqe, si është atmosfera aty? Të përshëndes të Kassandra, atëherë sigurisht që teksa sytë e gjithë botës janë në Vatikan sot edhe besimtarët katolikë shqiptar janë të tronditur dhe me dhimbje të thellë për ndarjen nga jeta dhe udhëheqësit shpirtëror të katolikëve Papa Francesku në moshën 88 vjeçare. Ditën e sotme, pra gjatë ditës së sotme, Kisha Katolike Shqiptare do të dalë me një deklaratë për ndarjen nga jeta të Atit të Shenjtë, ndërkohë që në katedralen Shën Pali sigurisht që ka besimtar, por aktualisht është duke u zhvilluar një pagëzim dhe sigurisht në vijim ne do të kemi mundësi të përcjellim mesazhet e besimtarëve katolik shqiptar që janë të tronditur dhe me dhimbje për ndarjen nga jeta të Atit të Shenjtë, që sigurisht që është një që disa vite më parë është papa që vizitoi Shqipërinë. Ai është udhëheqësi shpirtëror i katolikëve dhe sigurisht që vlerësohet ditën e sotme kontributi dhe fryma e re që ai dha për Kishën Katolike në mbar botën. Pra është një lajm i trisht ndarja nga jeta e Atit të Shenjtë, ndërkohë që kujtojmë se gjatë kohës që ai ka qenë në gjendje jo të mirë shëndetësore për shkak të problemeve me pneumoninë, kujtojmë se në katedralen në Shën Pali, por dhe në Kishat Katolike në vend janë mbajtur mesha për lutjen për që Ati i Shenjtë të dilte nga jo situatë serioze e shëndetit të tij, që fatkeqësisht nuk mundi ta fitonte këtë betejë dhe në moshën 88 vjeçare u nda nga jeta mëngjesin e sotëm në një ditë të shënuar në fakt për të krishterët në mbar botën në të hënën e Pashkës. Të falenderoj Gerta Vasku për këtë raportim të drejtë për drejtë.